për presidentin, pra që i bie dhe LDK-ja paravorësisht jetë e gatshme për një gjë të tillë, jeni optimist se kjo marrëveshje do të ndodhë mes këtyre dy subjekteve politike? Po shiko, LDK-ja ju është vetë ofru konceptit politik të lëvizjes vetëvendosi me qëllim të zgjidhjes së ngërshit të presidentit, por që nuk besoj që do të arrijnë ta materializojnë një veprim të tillë, sepse ndodh se kanë marrë një vendim në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s, në kuvendin e LDK-s, askush nuk mund të urdhëroj deputetët që të votojnë një zëri. Kështu që është e vërtet që emra ka, Kosova ka mbi 2 milion emra në listën zgjedhore. Pyetje vota e LDK-s. Pra gjithë deputetët të votojnë pro një kandidati, në rast se ai emër do të jetë konsensual, nuk do të jetë emër partijak. Nuk mund të jetë emër konsensual i propozuar nga një parti politike, sepse ne zakonisht kemi shpirtin e ngushtë si qytetar dhe ne thëmë është konsensual një kandidat i cili vjen nga një parti politike. Kosova qa që vogël të numrat sa se cili pe kandidatëve mund të gjendet që mund të ketë një prapavi caktuar politike, por që nuk është problemu. Në përkundrazi bile them se do të ishte mirë të jetë një kandidat politik, sepse dihet ku i raporton dhe kush është. Por megjithatë, duhet të dalim të ajo që kemi numrat, unë thashë Kosova ka mbi 2 milion votues dhe 2 milion emra të mundshëm për të propozuar edhe nëse morëm edhe nga diasporave dhe tjera, por që nuk e dia i kanë votat. Unë jam i bindur që lidhja vetëvendosja nuk i ka votat as për krijimi, as për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, as për zgjedhjen e qeverisë, se le mo për zgjedhjen e presidentit. Aktualisht për këtë arsye vetëvendosja i ka kaluar këta pa për shkak të mungesës së numrave. Vetëm arsye e cila aktualisht nuk i ka kriju institucionet është mungesa e 61 votave të zotuar për themelimin e qeverisë të Republikës së Kosovës. Këto të tjera janë lojra politike me qëllim të zvarritjes së procesit, me qëllim të ardhjes së një date më të përshtatshme, që po tashmë veç ka filluar të diskutohet në opinion që 27 dhjetori, mundësia e shkumjes në zgjedhje të reja, sepse vetëvendosja aktualisht nuk i ka, të paktën nuk i ka të zotuar, nuk ka as që ka bisedu me partitë jo serbe dhe jo shqiptare, partitë e minoriteteve, dhe i kemi vetëm 2 parti politike të cilat janë një formë zgjatimi lëvizjes vetëvendosje. Mos harroni kemi edhe ndryshime në partitë e komuniteteve të lidershipeve të tyre, kohëve të fundit, kështu që nuk i ka të garantuara 61 vota për zgjedhjen e qeverisë. Dhe se nuk bëhet fjalë për numrin për 80 vota për zgjedhjen e presidentit. Prandaj vetëvendosja është duke kalkuluar në vonesa me qëllim të si ta them, të zgjatjes së këtij procesi dhe kur vimi me datën 6, që është dita e fundit, 6 shtatori, dita e fundit, pastaj të ndodhë në një situatë vërtet kaotike, në një terren dalim komplet antikushtetues, të dalim në një terren i cili nuk është parë ndonjëherë në demokracitë, paktën e vendin tonë dhe vendet përreth, dhe të kalojmë komplet në një anarki kushtetuese dhe institucionale. Nuk e di ku i përshtatet kjo, përpos armiqve të Kosovës që është Serbia, dhe do të tentojmë çdo ku që ta paraqet Republikën e Kosovës si projekt të dështuar. Shto këtu problematikat e cilat do të ndodhin dhe që në pres të ndodhin me fillimin e shtatorit me protesta më masive, si dhe kulmi i këtyre problemeve do të ndodhin me 16 shtator, kur do të jetë edhe akt gjykimi gjykatës speciale, që nëse do të jetë akt gjykimi lirues, por megjithatë do të jetë kulmi i asaj, sepse po shifet qartë se shoqëria jonë është polarizuar shumë, saqë do të kemi një ndryshim, me thonë me një fjalë,